Prishja e një misie të ngushtë është gjithmonë një nga përvojat më të dhimbshme që mund të përjetojë një njeri. Kur dy persona që kanë ndarë kujtime, sekrete dhe momente të rëndësishme në jetë përballen me një konflikt të fortë, gjithçka që dikur dukej e pathyeshme fillon të lëkundet. Pikërisht kjo ndodhi edhe mes Juelës dhe Rogertit, dy miq që dikur konsideroheshin të pandashëm, por që një përplasje e fortë i çoi drejt një ndarjeje të ashpër. Fillimisht, marrëdhënia e tyre ishte e mbushur me mirëkuptim dhe mbështetje. Ata ishin aty për njëri tjetrin në momentet më të vështira dhe ndanin çdo gëzim apo shqetësim. Mirë po, si në çdo marrëdhënie njerëzore, edhe mes tyre filluan të shfaqeshin mosmarrëveshje të vogla, të cilat me kalimin e kohës u grumbulluan dhe u kthyen në tension të madh. Ndonjëherë, fjalët e pathëna peshojnë më shumë se ato që thuhen me zë të lartë. Konflikti i tyre shpërtheu në një moment kur emocionet ishin në kulm. Fjalët që u thanë nuk ishin thjesht reagime të çastit, por duket se mbartnin brenda tyre gjithë shkënjimin dhe pakënaqësinë e mbledhur ndër vite. Kur Jueles ju drejtua Rogertit duke i thënë se ai duhet të ishte mirënjohës, kjo nuk ishte vetëm një akuzë thjesht, por një shprehje e ndjenjës se ajo kishte dhënë më shumë në atë miqësi se sa kishte marrë. Nga ana tjetër, reagimi i Rogertit ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Ai e refuzoi këtë ide dhe e përforcoi qëndrimin e tij me fjalë të forta, duke kërkuar distancë dhe duke e shtyrë Juelën larg. Kur njëri prej miqve arrin të thotë, zhdukur nga sytë e mi, kjo tregon se marrëdhënia ka arritur një pikë kritike. Këto nuk janë thjesht fjalë, por një mur emocional që ngrihet mes dy njerëzve. Në atë moment, nuk ka më hapësirë për dialog të qetë apo reflektim racional. Ka vetëm reagime të nxitura nga lëndimi, krenaria dhe ndjenja e tradhtisë. Nga ana e saj, Juelës nuk i mbeti gjë tjetër veç se të përgjigjej me të njëjtën energji, duke e shtyrë Rogertin të vazhdonte rrugën e tij. Kjo është një fazë tipike në prishjen e miqësive, kur të dy palët në vend që të kërkojnë zgjidhje, zgjedhin të mbrojnë veten dhe të largohen emocionalisht. Është një mekanizëm mbrojtës, por njëkohësisht edhe një hap që e bën rikthimin gjithnjë më të vështirë. Ajo që e bën këtë situatë edhe më të rëndë është fakti se ata nuk ishin thjesht njohës të zakonshëm, por miq të ngushtë. Kur prishet një lidhje e tillë, nuk humbet vetëm një person, por edhe një pjesë e vetes. Kujtimet e përbashkëta, momentet e qeshura, mbështetja në kohë të vështira, të gjitha këto mbeten pezull, si një kujtesë e asaj që dikur ka qenë. Shpesh, në situata të tilla, njerëzit pyesin veten, a mund të ishte shmangur kjo? Përgjigjja nuk është gjithmonë e thjeshtë. Ndonjëherë, një bisedë e sinqertë në kohën e duhur mund të kishte parandaluar shpërthimin. Herë të tjera, karakteret e forta dhe mungesa e kompromisit e bëjnë konfliktin të pashmangshëm. Në rastin e Juelës dhe Rogertit, duket se të dy mbartnin ndjenja të forta që nuk u shprehen në mënyrën e duhur derisa ishte tepër vonë. Megjithatë, edhe në mes të një ndarjeje të dhimbshme, ekziston gjithmonë mundësia e reflektimit. Me kalimin e kohës, emocionet zbuten dhe njerëzit fillojnë të shohin situatën me më shumë qartësi. Ata mund të kuptojnë gabimet e tyre, fjalët e tepërta dhe reagimet impulsive. Kjo nuk garanton gjithmonë pajtim, por krijon një hapësirë për rritje personale. Prishja e një miqësie nuk është vetëm një fund, por edhe një mësim. Ajo na mëson rëndësinë e komunikimit, të respektit dhe të menaxhimit të emocioneve. Na kujton se edhe lidhjet më të forta kërkojnë kujdes dhe mirëkuptim të vazhdueshëm. Dhe mbi të gjitha, na tregon se fjalët kanë peshë, ato mund të ndërtojnë ura, por edhe të shkatërrojnë ato në një çast. Historia e Juelës dhe Rogertit është një shembull i qartë se si një miqësi e fortë mund të tronditet nga një konflikt i pakontrolluar. Është një histori që reflekton realitetin e shumë marrëdhënieve njerëzore, të bukura në fillim, të komplikuara në mes dhe ndonjëherë të dhimbshme në fund. Por ndoshta, brenda këtij fundi, fshihet edhe një fillim i ri, qoftë për një pajtim të mundshëm në të ardhmen, apo për një rrugë të re për secilin prej tyre. Në fund të fundit, ajo që mbetet është përvoja dhe mësimi që secili merr me vete. Sepse edhe kur njerëzit largohen, ndikimi që kanë pasur në jetën tonë nuk shtuket kurrë plotësisht,